Qytetari nga Kosova hyri me armë në aeroplan momenti kur policia e Chicagos e arreston. Policia e Chicagos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka arrestuar një shqiptar besnik Ismailaj, 53 vjeçar, pasi që i njëjti ka hyrë me armë të mbushur në një aeroplan në aeroportin ndërkombëtar O'Hara. Ismailaj kaloi kontrollin e sigurisë me armën gjatë një ndrimi turmi në pikë kontrolli sigurie të TCI muajin e kaluar dhe hipi në fluturimin e tij me një pistolet gjysmë automatike Glock 9 mm në çantën e tij të dorës sipas policisë. Videoja e publikuar e kamerave të trupit tregon Ismailën duke ulur në klasën e parë kur autoritetet tipën dhe shoqëruan nga avioni, raporton New York Post. Kur oficerët e pyetin nëse e dinte pse kishin atje, ai u tha atyre, po është në çantën time, pas një raporti policor të marrë nga CBS News. E harrova, thot ai një oficeri, pasi zbret nga avioni dhe i vjen prangat. Ismailaj është shfaqur i qetë, bashkëpunues dhe sa oficerët kontrolluan çantën e tij dhe gjetën pistoletën sipas videos. Ismailaj në St. Charles futi pistoletën përmes pikës kontrollit sigurisë në terminalin 1 në O'Hara gjatë ndrimit të turnit të TSA-s me 15 prill. Një agent i TSA-s pranoi se pa armën në makinë me rreze X, po Ismailaj futi dorën brenda, mori çantën e tij dhe u nis për fluturimin e tij përpara se ata ta konfiskonin ta zyrtarët e TSA-s, sipas CBS. Një udhëtar tjetër që priste në radhën e sigurisë u dha gjithashtu policëve një përshkrim se si dukej pasagjeri me armë në dorë, pasi u nxorë nga avioni dhe u arrestua. Video tregon policët duke ngarkuar atë në pjesën e pasme të furgonit policie, duke çuar në dhomë pritje ku lexohen të drejtat e tij. Miranda Ismailaj u akuzua për kundërvajtje dhe mbajtjen e një armë zjarri të fshehur në aeroport. Ai do paraqitet në gjykatë më 9 qershor.